Të shkojmë sërish Maqedoninë e Veriut, tani do të flasim edhe njëherë për protestën e studentëve që është thirrur sot në orën 16:30, një protestë që zhvillohet për të kërkuar zhvillimin në Shqip të provimit të jurisprudencës. Xhumadie Ibrahimi tani drejt për drejt për më tepër hollësi në lidhje me organizimin e kësaj proteste. Xhumadie, të përshëndes. Protesta e dytë, ndërsa ende nuk ka një zgjidhje konkrete nga ana e qeverisë, ndonse është premtuar nga qeveria Micovski se do të punojë për zgjidhjen dhe shumë shpejt do të ketë një propozim konkret. Po, atëherë ashtu siç e theksuat edhe ju, pra gjatë ditës së sotme studentët shqiptar kanë paralajmëruar protestën e dytë, e cila pritet që të fillojë nga ora e gurit në orën 16:30. Pra kjo protestë vjen si rrjedhoja e asaj që nuk u përmbushën kërkesat e studentëve shqiptar nga protesta e parë, edhe pse nga qeveria, edhe nga kryeministri Mickovski, mirë po edhe nga përfaqësues shqiptar në qeveri, më njëherë pas protestës së parë të studentëve, ata njoftuan se do të ketë zgjidhje së shpejti për çështjen e provimit të jurisprudencës. Madje përfaqësues shqiptar nga qeveria njoftuan se janë formuar edhe grupet e punës, të cilët do të punojnë për një zgjidhje afatgjate rreth këtij problemi. Por kemi parë që ditë më parë përfaqësues shqiptar të qeverisë, ishte pikërisht edhe zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali, i cili theksoi se grupet e punës për momentin janë të zënë për shkak se janë të angazhuar shumë profesorë të cilët nuk po merren vetëm me çështjen e provimit të jurisprudencës, por janë të angazhuar edhe me çështje të tjera, dhe jo rastësisht kjo çështje ka ngelur deri më tani pa u zgjidhur. Por kemi parë edhe kryeministrin Mickovski, i cili ka njoftuar se do të ketë zgjidhje për këtë, por më herët ai tha që në fillim duhet që ligji të shkojë në Komisionin e Venecias, i cili u kundërshtua në fakt nga studentët shqiptar të cilët nuk pranuan, thanë që nëse ligji dërgohet në Komisionin e Venecias, atëherë do të merë kohë, por po shohim që një ditë para protestës mbrëmë, konkretisht përfaqësuesit shqiptar në qeveri, siç janë të Partisë Tanim Vlen, ishte Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami, por edhe Partia Vlen në rrjetet sociale shpërndan mesazhe se së shpejti provimi i jurisprudencës do të zgjidhet, por pa ofruar diçka konkrete. Domethënë, ata një ditë para protestës dolën me qëndrimin se së shpejti do të ketë zgjidhje për provimin e jurisprudencës, por siç duket studentët pra nuk i ndal dot askush. Ata janë mobilizuar tani më dhe pritet që protesta e sotme të jetë në mbështetje të studentëve dhe të ketë student edhe ashtu siç është paralajmëruar, pra do ketë studentë edhe nga Prishtina, por edhe nga vende të tjera në mbështetje pikërisht të studentëve shqiptar. Ka pasur thirrje edhe këtu në Tiranë në fakt që studentët i bashkohen kësaj proteste në Shkup. Si do të jetë organizuar kjo protestë? Do të jetë në formën e një marshimi apo jo? Po, ashtu siç ishte e organizuar, domethënë që në protestën e parë studentët pritet që të mblidhen pikërisht tek ura e gurit, aty pra do të jetë pika kryesore ku edhe do të takohen studentët dhe më pas të pritet që të marshojnë në drejt ministrisë, më falni. Kërkoj falje, drejt Ministrisë së Drejtësisë, aty ku do të jetë edhe pika kryesore, ku do të mbajnë edhe fjalimet të studentët rreth mesazheve të cilët të drejt për së drejti duhet të dërgojnë Ministri të Drejtësisë Igor Filkov, i cili pra edhe më herët, edhe ditë më parë nuk ka ndryshuar në fakt qendrimi Ministri i Drejtësisë Filkov, i cili tha që nuk bëhet fjalë në këtë rast bëhet fjalë për një provim profesional, ashtu siç e quajnë domethënë Ministri i Drejtësisë, dhe nuk ka çështje e cila mund ta ndryshoj qëndrimin e tij, ai është strikt në këtë drejtim dhe thotë që nuk bëhet fjalë për çështje administrative dhe të ketë ulërime, por bëhet fjalë për një provim profesional dhe ky provim sipas ministrit të Drejtësisë Filkov duhet të jepet në gjuhën maqedone. E qartë, Xhumadie, falenderoj për të gjitha hollësitë. Kujtojmë që protesta zhvillohet sot në orën 16:30. Ka publicitet, kthehemi më njëherë pas pak me lajmet e mesditës.